mos i pranoni në shtrat dhe i rrehni ato. Ajo është lagimi nga shtrati. Atëherë kalon në metodën e fundit dhe më të rëndën. Ajo është rraja e tyre. Divorci dhe dispozita e tij. Falënderimi i takon vetëm Allahut, i cili na mundsoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falenderoj dhe lavdëroj dhe prej tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O ju njerëz, friksojuni Allahut dhe falenderoni për mirësitë e mos i mohoni të mirat e tij. Allahu i madhruar thot: O njerëz, friksojuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi prej një njeriu, ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe po ashtu thot: Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Lidhja e burrit me gruan nëpërmjet martesës ligjore dhe lidhja familjare janë ndër begatit më të mëdha të Allahut mbi të birin e Ademit, duke i pasur parasysh dobitë e mëdha mbi të cilat bazohet kjo lidhje. Nga ato dobi numrojmë se martesa është shkak për mbrojtjen e syrit dhe mbrojtjen e nderit nga ajo që e ka ndaluar Allahu, ashtu siç tha dhe i dërguari alayhis salam: O ju të rinj, kushdo prej jush që ka mundësi për martesë, le të martohet, sepse kjo është mënyra më e mirë për uljen e shikimit dhe mënyra më e mirë për mbajtjen e dëlirësisë. Ndërsa kush nuk ka mundësi të martohet, atëherë të agjëroj, sepse agjërimi është ndrydhës, pra i epshit. Martesa është shkak për fitimin e qetësisë shpirtërore dhe miqësisë dhe shoqërisë mes dy bashkëshortëve, ashtu siç tha edhe Allahu i madhruar. Dhe një prej shenjave të tij është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre. Dhe po ashtu tha: Është ai që ju krijoi nga një njeri i vetëm, prej të cilit krijoi edhe bashkëshortën e tij, që të gjente qetësi tek ajo. Martesa është shkak për trashëgimi, ku nëpërmjet tyre ruhet raca njerëzore dhe shtohet numri i tyre në përgjithësi dhe numri i muslimanëve në veçanti. Dhe Allahu për këto dobi dhe dobi tjera të martesës ka garantuar se mbi to bazohen mirësi të shumta. Allahu i madhruar thot: I martoni të pamartuarit dhe të pamartuarat ndër ju, si dhe sklevrit dhe sklavet tuaja që janë besimtarë të ndershëm. Nëse janë të varfër, Allahu do t'i begatoj ata me dhuntinë e tij. Allahu është i gjerë në mirësi dhe i gjithdijshëm. Allahu i madhruar nxiti në qëndrimin dhe mirëmbajtjen e martesës dhe ndaloi në çdo gjë që dëmton atë, dhe për këtë urdhëroi bashkëshortet në respektim të marrëdhënieve bashkëshortore, edhe nëse ndodh që njëri me tjetrin të urrehen mes veti. Jetoni e silluni mirë me to. Në qoftë se ato nuk ju pëlqejnë aq shumë, duroni, sepse është e mundur që juve të mos ju pëlqejë diçka, por që Allahu në atë do t'ju sjell shumë të mira. Imam Buhariu dhe Muslimi, Allahu i mëshiroft, në librat e tyre shënojnë një hadith prej Ebu Hurejrës, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se i dërguari Allahut alayhi salatu wassalam ka thënë: Dëgjoni porosinë time, ndaj grave bëhuni të kujdesshëm, sepse ato janë të krijuara nga brinjët. Pjesa më lakuar e brinjës është maja e saj. Po deshe ta drejtosh, ai do të thyhet, e po e le ashtu siç është, do të ngel i lakuar. Prandaj dëgjoni porosinë time, ndaj grave bëhuni të kujdesshëm. Me një transmetim tjetër të Imam Muslimit, thuhet: Thyerja e brinjës është divorci. Burri nëse ndjen se gruaja nuk i respekton të drejtat e tij dhe ajo largohet nga ai, atëherë ai duhet të i merr hapat e duhura dhe të përshtatshme, me qëllim që të shëroj problemin me urtësi, ashtu siç ka urdhëruar edhe Allahu në librin e tij. Sa i përket grave që ju i druheni mosbindjes dhe sjelljes së keqe nga ana e tyre, këshillojeni. Allahu me të vërtetë është i lartësuar dhe i madhruar. Nga ajeti na qartësohet se nëse burri i druhet mosbindjes dhe mos respektimit të gruas ndaj detyrave që i ka ndaj burrit të saj, i duhet fillimisht që gruan ta këshillojë me argumente nga Kur'ani dhe Suneti, ta inkurajojë dhe ta kërcënojë, me qëllim që të përmirësohet morali i saj. Nëse e sheh se këshilla nuk i jep rezultat të mirë, atëherë kalon në metodën e dytë,
ajo është largimi nga shtrati. Qëllimi nga kjo metodë është që burri të largohet nga shtrati i përbashkët një periudhë të shkurtër, dhe këtë gruaja nuk ka mundësi ta përballojë dhe i vjen rënd dhe mundet ta nxitë që të përmirësohet dhe të bindet urdhrave të burrit të saj. Nëse dhe kjo metodë nuk jep rezultat, atëherë kalon në metodën e fundit dhe më të rëndën. Ajo është rrahja e tyre. Mirë po e lehtë. Të rrahurit e saj e lehtë, shpresohet se do ta përmirësojë dhe do të bindet urdhrave të burrit të saj. Të gjitha këto hapa dhe metoda të përmirësimit i merr burri pa ndërhyrë askush nga jashtë. Nëse vazhdojnë mosmarrveshjet mes tyre, atëherë Allahu na urdhëroi që të ndërmjetësojë ndokush me qëllim përmirësimi mes tyre. Allahu i madhruar thotë: nëse i druheni ndarjes midis burrit e gruas, atëherë caktoni një ndërmjetës nga ana e burrit dhe një nga ana e gruas. Në qoftë se ata dëshirojnë paqësim, Allahu sjell marrëveshje midis tyre.